Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj një ditë të mbarë edhe të bukur. Mëngjeset zakonisht në këtë studio janë entuziaste dhe sot kemi se pse. Ku në Shkodër vjen një çmim ndërkombëtar është krenari dhe këtë sjellin tre të rinj, tre nxënës, të cilët me pjesëmarrjen e tyre në një konkurs madhor të titulluar Teknofest 2025 në Turqi vlerësohen për produktin e tyre. Është një konkurs që lidhet me teknologjinë dhe shkencën e natyrisht pjesëmarrja e këtyre të rinjve është tepër e vlerësuar. Ata janë Jon Bashi, Jeton Dibra, Renis Brahimi dhe kanë ardhur së bashku me drejtoren e shkollës së tyre, zonjën Majlinda Gokaj, edhe mësuesin Afrim Patalaku. Nadia Pierre, mirë se keni ardhur. Urime, besoj se kur një punë bëhet me shpirt, bëhet me ndjesi të bukura dhe shpreh një nivel të caktuar të përgatitjes tuaj, është diçka që ju sjell kënaqësi apo jo? Si ndjeni? Shumë bukur apo jo? Është normal një ndjenjë shumë e mirë edhe sikur justifikon atë gjithë punën që kena bërë deri më sot, një punë e lodhshme, por një punë që ja vleti më arrit deri në këtë pikë. Dhe kur ju shoh kështu si një skuadër luftëtarësh deri në pikën e fundit, nuk ka se si të mos më lind dëshira për të zbuluar atë stoicizmin tuaj për ta çuar projektin deri në fund, apo jo zoja Majlinda, sepse ju jeni një grup, pavarësisht se nxënësit natyrisht kanë vënë shpatullat aty. Patjetër që ne si staf pedagogjik dhe si drejtori e shkollës jemi mbështetësit kryesor bashkë me familjet e tyre, që gjej rastin të falenderoj pafundësisht për kontributin edhe për krahjen që kanë dhënë. Por unë do të nalem të një cilësi e këtyne djemve, që është shpirti i garës, që i karakterizon në çdo moment që përpara ne na serviret pra një pjesëmarrje, qoftë kombëtare, qoftë edhe ndërkombëtare. Motoja që gjithmonë jena mundu për me ushqyt e nxënësit tanë ka kenë që kërka, eksplora, prova, ec përpara dhe në fund fita dhe mas ju ndaj fitores. Dhe djemtja ka ndalë mas mirë. Një motor i jashtëzakonshëm, nxitës, motivues. Mirë, është një konkurs madhor, me sa ka marrë vesh me mira pjesëmarrje, shtete të ndryshme, nxënës me projekte që konkurrojnë në kategori të ndryshme, ka të bëjë me robotikën, me inteligjencën artificiale, me shumë kategori që janë paraqitur në këtë konkurs. Si keni arritur të merrni pjesë në ta? Ky konkurs na paraqit si opsion nga shkolla. Në fakt konkursi është konkursi më i madh i aviacionit në Turqi dhe në gjithë Europën, por që kishte edhe dek tjera, qoftë inxhinieri, qoftë agrikulturë, qoftë edhe kategoria kur kena marrë ne pjesë jetë apo barriera. Në bazë të fillimeve tona, sepse ky projekt që kena që jena përfaqësuar në Teknofest nuk i ka fillimet këto, por i ka fillimet sot e vjet po thonë, ku kena marrë pjesë në konkurse të tjera ndërkombëtare. Bazë të projekti menduam me vazhdu prap këtë punë po lodhën që kena bërë në Teknofest. Mund të themi keni marrë hapat njërin pas tjetrit dhe jeni mbështetur në punën tuaj. Mbani përshtypje jeta pa barriera. Në këtë kategori ju keni shprehur mendimin, produktin, idenë tuaj. Çfarë do të thotë për ju ky titull, jeta pa barriera, dhe si nisi ideja për të realizuar diçka tuaj? Është e vërtetë, ajo është kategoria në fakt që ne kena marrë pjesë me projektin, por doshim me gjetë diçka të re, diçka të pa përmendur më parë, pasi zakonisht në përkëshilla e kompeticionesh në kategorinë jeta pa barriera, pra barrier free living, marrin pjesë projekte që më shumë ndihmojnë personat fizikisht.
por na doshim me cek një kauzë tjetër, pra me ndihmu fëmijët me aftësi ndryshe, edhe me smundje ndryshe siç janë për shembull autizmi dhe disleksia, ku aty na fokusu, edhe projekti fokusohet për me ndihmu këto fëmijë. Besa po shoh është një projekt sa shkencor aq edhe human. Po si lindi si ide për të fokusuar te kjo temë, e cila është edhe një temë sociale, që i drejtohet shoqërisë për mirëkuptimin dhe mbështetjen e këtyre personave, por edhe në ndihmë të tyre. Ndoshta është edhe një bashkëpunim me profesorat, Lindi fillimisht si një ide modeste për me bërë një aktivitet tek shkolla Tredhetori, që kena këtu në Shkodër, pra shkolla për personat me aftësi të kufizuara. Pastaj nga një ide modeste, që i frymëzim shumë të madh, vëlla e zyshme e Linda, që i japim një falënderim të madh për këtë ide, edhe për në mesin që na ka lënë çdo hap deri te pika që kena arrit tash. Nga një ide modeste u kthy në një projekt realisht serioz për me organizu një dhomë sensoriale edhe kopshtin botanik tek shkolla Tredhetori. Gjithashtu në shtesë këtyne edhe disa lojra didaktike të integruar me inteligjencë artificiale që vijnë direkt në ndihmë të fëmijëve me aftësi ndryshe. Që konkretisht du me shtu këtu pak Jonin ose ma tepër me korrigju, na kena përfundu lomën paraprofesionale, e cila është inauguru në fund të vitit shkollor të shkolla Tredhetore. Dhe është produkt i juaj. Është produkt i joni. Çfarë do të thotë dhoma paraprofesionale? Dhoma paraprofesionale është një dhomë kur fëmijët që janë në prag të përfundimit të shkollës Tredhetori marrin profesione të ndryshme, pra e gjithë baza didaktike e nevojshme. Jashtë ofru prej shkollës tonë, përveç kësaj kena bë dhe rikonstruksionin komplet të dhomës paraprofesionale, që do të thotë me mure, me lymje, me Çfarë përmban kjo dhomë nga ana didaktike, domethënë që i drejtohet pikrisht aksesimit të Atëherë, unë po ja la fjalën Jonit edhe djemve, sepse na thjesht kena kenë ato drejtuesit dhe mbështetësit e tyne, çdo gjë ka kenë e bame prej nxënësve. Siç e përmendën edhe Zysha, është e vërtetë që në momentin që fëmijët janë në fund shkollës, edhe të fund planit shkollës Tredhetori, ata mund bëjnë pjesë tek dhoma paraprofesionale për të përgatitur për një profesion. Mbrana dhomës i mundsohet fëmijëve mundësi për me përgatit për profesione si piktura, arti dhe zehet, gatimi. Gjithashtu kena bërë një pjesë teknologjike, pra me kompjutra, ku fëmijët munden mu përgatit nga ana teknologjike, programim ose diçka e thjesht në bazë nevojave të fëmijëve, domethënë. Kjo do të thotë që ju e keni vizituar atë shkollë dhe keni pasur ndjeshmërinë tuaj, apo jo, Renis? Po, ne kena vizituar shkollë shumë shpesh, sepse kishim nevojë edhe mu takua me ata fëmijë, me pasi si vepronin edhe fëmijët, si lunin, si u përshtatsin me atë shkollë, edhe ne vendosme që me ja përshtat edhe dhomën simas nevojave të fëmijëve. Dhe kjo ishte një hap i parë i projektit tuaj, apo ishte një ecuri që nuk ndalej tashmë? Merita më lejo që të shtoj këtu, sepse na kena ardhur një grup për te pjesa që ja bate Tredhetori, është komplet shkolla që ka marrë pjesë, pra 3 djemt na kanë përfaqësuar në Teknofest në Stamol, ndërsa te pjesa praktike janë tanë fëmijët e shkollës dhe një pjesëtare shumë aktive e grupit ka kenë edhe nxënësja këtij sulishta, të cilën gjej rastin ta falenderoj atë bashkë me prindrit e saj. Gjë ndjesore, diçka që lidhet me shpirtin, apo jo? Ju vërtet keni marrë frymëzim për punën tuaj, por i jeni drejtuar njerëzve, apo jo? Jeton. Duhet më thonë që shkolla Tredhetori ishte hapi i parë i këtij projekti, por konkurset që kena marrë pjesë, një kusht i vendosur nga konkurset ishte përdorimi i teknologjisë dhe AI-t, kështu që po me dhe studime dhe investigime pa thona, e dolme në konkluzionin që këto 2 projekte jashtë eku me një koti me AI-t integrumente dhe website për disleksi ishin denja të dinjër që mu i dhonë si pakete ekstra qoftë shkollës Tredhetori, po dhe mu përfaqësuar në konkursin ndërkombëtar. Pra ju keni 2 produkte teknologjike. Po. Profesor, janë diçka që tashmë
ka të bëjë me përgatitjen, apo ja? Faktikisht tek shkolla jonë bëhet mësim edhe robotika dhe inteligjencë artificiale gjithashtu. Ku nxënësat kanë pas mundësi që të praktikojnë dhe të merren me modele të tilla dhe ishte një ide shumë e bukur që të implementohet diçka e tillë. Pra nxënësat do ta shpjegojnë edhe vetë pak më vonë kur të shpjegojnë projektin, pra integrimi inteligjencë artificiale në një lojë që fëmijët me aftësi ndryshe të kenë mundësi që të komunikojnë me ta dhe të tejkalojnë ato barrierat e problemeve të tyre. Dal nga dal projekti po merr një formë konkrete. Ka dy produkte teknologjike, Jastekon dhe website-in, që do të thotë është një punë shumë voluminoze me shumë ndjeshmëri, por edhe me shumë përgatitje dhe orë pune, apo jo, si keni punuar si grup? Është e vërtetë që projekti është dalë në dy pjesë, por të dyja pjesë luftojnë të njëjtin problem, pra dhënien e të të fëmijët me aftësi ndryshe. Sjellja Jasteku, sjellja website-i, të dy kanë të integruar me inteligjencë artificiale, pra punojnë plotësisht me inteligjencë artificiale. Në realizimin e këtyre një ndërmjet të madhe kanë pasur dy profesorë në shkollën tonë, Valmir Lumaj dhe Elvis Sela, të cilat i falenderojmë shumë. Por produkti final është arrit nga ne në bashkëpunim me profesorët. Ka pas shumë punë, shumë prototipe edhe shumë prova të ndryshme për më arrit deri te ky produkt. Por besoj që kena arrit maksimumin për me nxjerr nga projekti jonë edhe feedbackun sa më pozitiv nga fëmijët që e kanë provu edhe nga prindërit e fëmijëve. Pra, ju po thoni që ky produkt është i aksesueshëm nga fëmijët me këto probleme. Po, të dy produktet janë plotësisht aksesueshme nga fëmijët, gjatë që janë vunë punë edhe tek shkollat rrethëtori në prova ndryshme që mund të jenë bë, edhe në shkollën tonë janë vunë punë disa herë. Kena marrë një feedback pozitiv, gjithashtu edhe nga jurit kena marrë feedback pozitiv në gjithë konkurset që kena kanë. Pra, Teknofest 2025 në Turqi është kulmi i të gjitha rrugtimeve tuaja konkurruese, ndërkohë që edhe disa konkurrime të tjera kanë qenë në këtë rrugtim, apo jo? E vërtet, konkurrimi i parë ishte në një panel shkencash të realizuar në Afrikë, në Gabon. Konkurrimi i dytë ishte një konkurs internacional prapë në Turqi quajtur Meb Robotics, dhe konkurrimi i fundit internacional ishte Teknofesti, maja e gjithë. Ti marrim me radhë, shkohet në Gabon, në Afrikë. Po. Si e paraqitët produktin tuaj, dy produktet, dhe çfarë morët në interesin e atyre që ju ndoqën? Po, edhe pse një vend shumë i larg, pra në zemër të Afrikës, në Gabon, interesi prap ishte shumë i madh për produktet edhe për kauzën cilët produktet tona, projektet tona cekshin. Juria pat një interes shumë madh mbi produktet edhe mbi se si janë realizuar projektet, pasi është një kauzë që kajherë lehet mas doret, me ndihmu fëmijët me aftësi ndryshe, kajherë nuk është atë që përmendun. Në Gabon fakt, në kategorinë që kena konkurru ne kena konkurru në kategoritë hapun për inteligjencë artificiale, jo të specializuar për jetesën pa barriera dhe pa kufizime, edhe është diçka shumë e madhe që një kategoritë hapun edhe me mundësi pa limitume mbi inteligjencën artificiale. Të tërheqësh vëmendje. Ne po të tërheqësh vëmendje, por në fakt dolme edhe në vend parë për përdorimin e inteligjencës edhe implementimin e inteligjencës artificiale në një Po jeni modest, e përmendni kështu sepse ky ka qenë pjesë e rrugtimit. Ky dha një besim apo jo? Arritje e tillë kuptohet që ne jep një besim. Domethënë, unë do shumë e citu që ka kanë edhe një luftë me kohën realizimi i këtij projekti nga ana teknologjike, sepse afati prej 3 muaj na u shkurtu në 2 javë. Edhe ishte luftë me kohën qoftë për ne, qoftë për profesorët, bëmë një punë serioze përditshme. Ju kishit kriju një grup patjetër që punoni deri natën vonë, zgjoheshi herët, e arrita këtë, ti vazhdoje këtu, si ishte ai? Diskutimi i përditshëm shkollë ka kanë gjithmonë projekti. Besoj se produkti final
e tregoj edhe punën tonë, mundet e punës tonë, cili ishte edhe fitoria. Ju kanë mbështetur shumë. Shkolla ju ka mbështetur, mësuesit, drejtoresha. Po, gjithkohon ka një mbështetje e madhe sepse po ata nuk ishte kanë mujtën. Takimi i dytë Renis ishte në përsëri në një konkurs tjetër në Turqi. Në Turqi, po. Ishte Med Robotics. Edhe atje një has me prapë vështirësi mund të thojmë, po me pak punë, me profesorat duke në animu në arritme, edhe atje me kalu si më thonë një si fazë, edhe për me shku në Teknofest në Turqi. Keni pas, po? Atje fitu me çmim, atje në fakt fitu me çmim parë jurie, projekti pëlqy më tepër nga juria. Pse mendoni se keni pas gjithë këtë ecuri pozitive? Pse mendoni? Po, fillimisht me përmend që Med Robotics si kompeticion kishte për mua sa shumë më të mëdha se sa kompeticioni që pat me Gabon në Afrikë, por për pa krahasueshme me mallsinë që ka Teknofesti. Pat me më shumë kohë me punu me projektin edhe me bë projektin një produkt perfekt. Funksional në çdo fushë të mundshme, shtu me opsione ekstra të projekti. Pra ju keni punu në vazhdimsi, jo e keni realizuar një herë dhe e keni paraqit të njëjtin në të tre. Po, jo. Do me thonë, çmimi që morë me Gabon ishte vetëm një motivim për me punu më shumë i projektin, pasi edhe verifikume që projekti ka një potencial të vërtet edhe mund të arrijmë diçka me këtë projekt. Dallume gjatë kohës që po prezantoheshim projektin, fakt në një klasë ishim vetëm ne me jurin, dallume një interes shumë të madh nga juria, gjatë gjithë kohës banim pyetje mbi projektin, na mbështeteshin në ide ç'a mund të shtohet për projektin, edhe nga interesi që morëm nga jurin, edhe para dhënies rezultateve kishim një vetbesim ku menduam se është një projekt që realisht ka një potencial për një zhvillim të jashtëzakonshëm. Ditën e fundit morëm vesh që kishim dalë në vend parë me çmimin e jurisë, gjatë që normal e bani të vlesh me gjithë sakrificën edhe me shku rreth një javë me konkuru në Turqi. Qa shumë, breslënse, apo jo jeton? Kishe diçka për të thënë? Do shë thonë që kë mund tjetë projekti më i gjetu një joni, por kena pas edhe ne aplikime tjera për gjatë viteve të gjimnazit, sepse ne në vit tret, kuptohet fillimi i këtij projekti ka pas në vit tret, por më shumë hupjesh do shë thonë që kena arrit një fitore dhe kena gjet një projekt ta më ndenjë për me preferencu në çdo shkollë qoftë edhe nivelit internacional. Është një crescendo, një rritje, një rrugë rritje që gjithmonë vetëm plotësohet, që nuk rrin natstat. Profesori ju ka shoqëruar në të gjithë këto rrugtime, ju keni edhe mbështetje të tjera nga stafi, por profesor Afrimi ka qenë me ju, sidomos në Teknofest, i cili është përjetuar në një mënyrë të jashtëzakonshme, apo jo? Faktikisht Teknofesti është, siç përmendën edhe pak më parë nxënësat, është një konkurs shumë i madh dhe emocionet kanë shumë të mëdha që ne morëm pjesë dhe me gjitha fituam aty. Falënderim veçantë kanë gjithë si staf pedagogjik dhe nxënësat në veçanti për prezantimin e tyre. Në një pyetje që më bë para disa çastesh më pyeten çfarë emocionesh keni dhe unë i thash që përpara jurisë jam një realisht kam pas shumë krenari për këto nxënësa, për prezantimin e projektit dhe normalisht unë niva krenar sepse realisht e përfaqësuan shkollën, vedin, prind dhe gjithë Shqipërinë. Ju keni qenë profesori specialist, po keni qenë edhe një mbështetës psikologjik i tyre. Normalisht dihet që konkurset të tilla që janë shumë të mëdha kanë edhe lodhje në mes dhe vazhdimisht jena mundu me motivu, por ka qenë edhe motivimi i tyre që kanë punu shumë
Qëndrut 4 apo 5 ditë, 17 deri 21 shtator. Patjetër që drejtoresha këtu non-stop me të gjithë interesimin. Normalisht kena pas suportin edhe të shkollës edhe të drejtoreshës çdo ditë, si ashtu ju shku. A keni nevojë me ju ndihmu diçka? Ishte një konkurs shumë i madh me kategori të ndryshme, i mbështetur financiarisht nga shteti dhe që kishte një seriozitet të madh. Kategori të ndryshme, si orientuat ju në atë korridorin tuaj që ka një hapësinë të pamatë. Ishte një konkurs në fakt me përmasa gjigande dhe të papame në herë. Mira, ë? Po, në projekte kishte mira, në fakt projekte finaliste në deg ndryshme, pasi ishin rreth 15 kategori ndryshme, mund të kishte rreth. Sa projekte kanë konkurruar në fillim juni? Sepse ka disa faza. Në total mund të kenë rreth 140 projekte, në kategorinë tonë rreth 30 projekte, 30.000 projekte kanë qenë konkurruese, ku finalisht dolën në fakt vetëm 25 projekte, ndër ato 25 mi dolën në vend dytë në fund të konkursit. Normal që konkurrenca ishte jashtëzakonisht e madhe, pjesëmarrës gjatë konkursit mund të kenë rreth 1 milion persona. Edhe ishte e vështirë me gjetë edhe me bë dallimin tonë midis aty në shumë personave. Gjithashtu edhe si shqiptar doshim me bë me lana një impakt tjetër. Me la një impakt ndryshëm me krenarinë që jena shqiptar, por menduam se edhe ballafaqimi me jurin ishte, mund t'i thoshim ballafaqimi ishte realisht i suksesshëm, juria pat një interes shumë të madh. Edhe në momentin që dolën, në fakt i kanë bërë profes një pyetje, a ja dolme, a bë me bukur pasi më shumë me hek. Kush e prezantoi projektin? Të tre bashkë. Ju ishte një bashkëbisedim, një stafet në të gjithë ecurinë e projektit? Po, ishte një bashkëpunim midis të treve, domethënë, në prezantimin e projektit. Gjithmonë në anglisht? Po, gjithmonë në anglisht. Nuk ka se vështirësohet e punën pjesa që ishte në anglisht, thjesht në se sa mirë mund të shpreheshim ne, por mendoj se bëme një punë perfekte në prezantimin e projektit, siç përmenda pyeta edhe profin, a ja dolën me ban, më shumë për me hek edhe stresin e jurisë, pasi ishte një juri shumë serioze, një juri shumë prestigjioze, gjithë specialista në fushën e tyre, po atë në pyetje me vend, pyetje realisht serioze, por mendojmë se i kena dhënë një përgjigje të bukur. Për çfarë ju pyetën më shumë? Pyetën mbi realizimin e projektit, mbi se ku është aktiv projekti, nëse kishim marrë feedback mbi projektin, pyetje të përgjithshme, por pat edhe pyetje me kleçka, pyetje me ditë se sa të angazhuar jena ne me vërtet për projektin, edhe mendoj se kena dhënë përgjigjet perfekte secila për pyetjeve. E veçanta e këtij projekti në mes të tjerave, ashtu siç unë e ndjej, është sepse ky është një projekt i zbatueshëm dhe ju e keni apliku. Domethënë që ky produkt ka shku tek të interesumit dhe tek ata që kanë nevojë, apo jo, është kështu? Po, e vërtet, çelësi për me arrit një fitore të tillë është edhe sa i ekzekutueshëm është një projekt i tillë, pasi në ato stendet që ishim ne kishte begi projekte, por duke pyetur të aplikantët e tjerë, konkurruesit e tjerë lidhur me projektet e tyre, vu me re që shumica po është bukur sa ishin, nuk ishin një ekzekutim real në jetën reale. Kjo bani diferencën prej projektit tonë nga projektet e tjera. Në fakt ju i ndoqët të tjerët në prezantimin e tyre, apo nuk ishte e mundur? Nuk ishte e mundur, sepse prezantimi u bë te një dhomë veçmas, vetëm individual, si thosh, si grup individual. Megjithatë, ndjeheshit të stresuar, ndjeheshit superior apo inferior, s'po e them, po si ndjet veten përpara se të futeshit në atë prezantim? Jo, në fakt, tu kanë sa herë atë që kena marrë pjesë në konkurs internacional, ne muna thonë që jena të mësuar me nivele të tilla dhe me juri të tilla niveli. Ne hime me konfidencë në bazë lidhur me projektin që kishim bë, për atë shkollë që kena bë ne dhe jena dienishëm për çka kena bë. Nuk ishte arsye pse mu stresu, edhe mund të them që bëmi me plot besim. Me plot besim. Por ju keni fituar edhe një çmim tjetër.
çmimin e projektit me potencial të zbatueshëm që sjell përfitime në komercialitet, domethënë në shitje, në aplikimin e Po, tij. është shumë e vërtetë. Është çmim i veçantë. Teknofesti përveç projekteve normale dhe për me dhënë nim njerëzve, synon edhe projektet që mund të kthehen në një produkt, mund të kthehen në një produkt shitje. Projekti jonë doli edhe në kategorinë tonë si projekti me potencialin më të madh komercializimit. Ne gjatë shpjegimit tonë përmendme edhe se si projekti mund të replikohet, se si projekti mund të arrijë në një komercializim për me arrit një produkt tek klientët e interesuar. Siç e shoh, ju jeni përsëri në zhvillim me këtë projekt, Po, nuk i ndaheni, apo jo? Ja, projekti duke pa potencialin e madh që ka, originalitetin e madh që ka, pasi në shumë konkurse që kena kenë, në mira projekte që kena pa nga afër, në po tham aplikimet, nuk kena pa asnjëherë diçka të njëjtë, edhe të pa këtë potencial mendojmë gjithmonë një zhvillim më të teshëm projektit edhe mas punon zhvillimin e tij. Renis, si u ndjeve kur juria lançoi emrin e skuadrës Albania? Në një moment ne të tanë me gjithë profesorin me të shtangun se u habit me nga që ishte një pjesëmarrje shumë e madhe, edhe ishim shumë gëzuar që kishim dalë në një rankim të dytë, edhe kishim fituar një çmim tjetër. Pastaj mas i morë me vesh që kishim fitu, këtë lajme ndame edhe me shkollën tonë, edhe me familjet tona, pasi edhe ato kanë qenë një mbështetje e madhe për ne. Por duhet më thonë që ndryshe nga çmimi që kena marrë me potencialit më të madh për komercializim, ne nuk e kena fillu me një indicje të tillë, ne kena fillu me indicje të mirë për me bërë një produkt gjinshëm për këta fëmijë që ndikohen nga këto vështirësi siç është autizmi dhe disleksia, por me çino paraqit edhe kjo opsion dhe këtë trofe që na dhe konfirmoj që ky produkt ka premisa edhe më të mëdha edhe më realizu edhe me u komercializu. Do të thotë që hyn në linja prodhimi? Ideja nuk është që po, do të thotë që produkti mund të hyjë në linja prodhimi, edhe mund të replikohet edhe mund të arrihet te sa më shumë klienta, por ideja si e paraqesim ne nuk është për me zjarr një fitim nga produkti, por me bë sa më të vlefshëm edhe me arrit me ndihmu sa më shumë fëmijë. Kjo është edhe vlera humane, apo jo? Profesore Ismailida. Patjetër që pa edhe indicia e këtij projektit kjo ka kenë. Që me ndihmu sa më shumë fëmijë me aftësi të veçanta, sidomos ato që janë me autizëm edhe me disleksi. Unë kam kënë pjesë edhe një kompeticioni tjetër që ja zhvillu atje, por projekti tyne me të vërtet kur e krahasoj me projektet e tjera që ishin me të njëjtën temë, është një arritje patjetër shumë e madhe në fushën e teknologjisë dhe të informacionit. Ju jeni djem të rinj. Unë e di që rrugtimi juaj vazhdon, rrugtimi i dijes, por ky hap mendoj që shënon diçka në jetën tuaj. Si mendoni, çfarë ka ndërtuar projekti në domethënien e tij vetë në personalitetin tuaj? Ka ndikuar shumë në përgjegjësinë që kena marrë, gjithashtu ka ndikuar shumë mirë në ndërgjegjën tonë, por edhe si projekt na ka ndihmuar shumë për mu liru edhe me fol sa ma letë para një audiencë shumë të madhe, mos me pas një formë frikët ose stresit, por me kenë vetja jonë edhe mos më ndiku nga audienca, por me kenë sa ma të thjesht. Gjithashtu është një shumë e mirë që ma arrit me ndihmu fëmijë që janë nevojë, edhe sikur përmbushena emocionalisht. Po mirë, e keni planifikuar që këto ditë që janë festive për ju, me thënë të drejtën, të shkoni edhe tek shkolla tredjetore dhe të thoni, kjo dhomë para profesionale ka qenë ai hapi parë ku rrugtimi mori një drejtim të caktuar dhe ja produkti është juji. Kuptohet që aty ku ka filluar dhe aty do mbaroj, cila është dhoma paraprofesionale realizuar tek shkolla tredjetori. Ne jemi të lumtur që kena arrit një produkt tillë, qoftë dhomën, qoftë edhe produktet fizike, teknologjike që kena bë, me ardhmë ndihmë atyre fëmijëve prezent në atë shkollë.
Edhe pse jena fokusu tek kompeticionet, zhvillimin dhe investimin të shkollët tradhtori nuk do nalen. Fakt faza tjetër është edhe krijimi i kopshtit botanik në shkollën tradhtori, diçka që do i vite shumë nim fëmijëve në atë shkollë, të cilët kanë një pasion për kopshtarinë, edhe për njohjen e tyre për bimësinë. Pra, do të shtoj që edhe pse jena fokusu te kompeticionet për me kenë sa më konkurrente kështu, prep nuk do hesht asnjëherë interesi edhe ndihma për shkollën tradhtori, pasi është me të vërtetë një shkollë që ka shumë nevojë në Shkodër. Profesor Afrimi, si shikoni këtë nxënës në zhvillimin e tyre, sepse ju tha që kanë një formim ku mund të mbështeten? Faktikisht vetë rrugtimi i tyre nga një konkurs në tjetër tregon rritjen e tyre, kështu që unë kam besimin e plot që edhe në vazhdim këto do të marrin vetëm suksese. Pas kësaj, ka të tjera dyër që do të hapen për ju, qoftë në formimin tuaj si drejtime universitare, qoftë edhe në këto aplikime që lidhen me një hapësinë shumë të gjatë. Këta nuk do t'i ndahen Teknofestit, sepse Teknofesti ka edhe kategorinë e universitarëve. Kështu që edhe dje kur kam bisedu me ta, këshilla që ju dha, që ju i keni tana mundësit që konkurimet e juja me i vazhdu kudo në universitet në botë që këta t'jenë. Është e vërtetë siç e përmenda Zysha, edhe pse vitin tjetër do jena nxënës universitetit. Personalisht që kam qef me të studiu në degën e mjekësisë, prep të kenë nxënës universitetit na hapen mundësi shumë më të mëdha për konkurse prep më të mëdha, për projekte një gamë më të gjerë, edhe pse jo ndoshta me shfrytëzu mundësinë edhe me përdorë një fushë tjetër ose marrë dhe me një projekt tjetër që do i shtohet projektit fillestar. Sepse kena bërë provë një projekt me djent në fushën e mjekësisë, në kuadrin e ZVA-s Shkodrës, që është quajtur BioImpact nëpërmjet inteligjencës artificiale me ndërhyjtë e organet. Kjo do të thotë që njohuritë tuaja teknologjike të avancume t'i gështetoni me ndjesitë humane në ecurinë tuaj, apo jo jeton? E vërtet, për atë shkolla kemi mundësit me ushtru këtë aftësi teknologjike, besoj se duhet me ushtru në çdo aspekt jetës, qoftë në çdo aspekt, në çdo lanë të shkollës, qoftë biologjia, qoftë informatika, kimia me radhë. Normal siç e përmenda jetoni, duke ditë që teknologjia është një fushë gjithmonë edhe në rritje, mendojmë se ideja perfekte është me implementu në çdo fushë të jetës, për me arrit një gjanje perfekte në çdo fushë, duke përdorur teknologjinë si diçka që na ndihmon. Edhe na çon më para gjithmonë. Renis, e ardhmja jote është tashmë përpara, edhe nga besimi që ke fituar tek ky kompeticion, apo jo? Po, unë kam synim që të studioj për stomatologji dhe kam shumë dëshirë që t'i hapi rrugë vetit edhe me këtë projekt që ne bëme, edhe që ti shërbesh njerëzve. Po. Kjo është e rëndësishme. Ti je sa më afër njerëzve. Ne thamë që jeni krenari dhe vërtet gjatë kësaj bisede unë ndjeva ritmin e hapave tuaj që nuk ndalen, përgatitjen ku ju mbështeteni dhe ndjesitë më të mira humane. Këto të ushqyme edhe në formimin tuaj shkollor, edhe nga familjet kuptohet, por kur ju bashkon një qëllim dhe kauza kaq të bukura, nuk ka se si të mos ndjehesh jashtëzakonisht bukur. Duhet ju falenderoj shumë. Edhe në emër të atyre që në ndoqën. Sepse me djemë si ju dhe me përgatitje të tillë dhe me stafet të tilla pedagogjike, gjithmonë mund të jesh konkurrues dhe mund të ecësh vetëm përpara. Zoja Majlinda, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në studio dhe për punën që bani në mbështetje të këtyre nxënësve që u përgatitni,
profesor Afrimi, mbarësi dhe suksese gjithmonë në ndjesitë më të bukura që jep mbështetja dhe përgatitja e nxënësve, por për Jonin, Jetonin dhe Renisin unë uroj hapësina gjithmonë të mëdha për të kaftuar dhe për betejat të fituara. Faleminderit shumë, faleminderit, suksesa gjithmonë.